Pas luftës së ftohtë, vendet evropiane zvogluan sistematikisht ushtritë e tyre, me lojtarë kryesor si Franca që pezulluan në rekrutimin dhe parë një rënje në madhësinë e forcave të tyre të armatosura. Vetëm Austria, Kipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Greqia, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia nuk e pezulluan asnjëherë shërbimin. Tani sipas ekspertëve, gjëja më urgjente është që të ketë trupat mjaftueshëm për të mbajtur vijën jo të mosdëshmërisht për të luftuar me rusët, por për të dërguar një mesazh të fortë parandaluese. Ky mesazh do të ishte: nëse e provoni atë që bët në shkurt 2022 në Ukrainë, nuk do të keni sukses. Instituti i Bruegel dhe ai i Kielit vlerësoi se Evropës i nevojiten 300.000 trupa shtesë për të mbrojtur, me Britaninë e Madhe të përfshirë. Aleatët e NATO-s aktualisht po diskutojnë se si ta bëjnë këtë dhe rekrutimi është pjesë e debatit, thot një zyrtar i NATO-s. Se si do të gjenerohen këto forca që nevojiten, është një vendim sovran kombëtar i marrë nga aleatët, shtohen zyrtari, duke nënvizuar se debatet mbi praktikat më të mira, mësimet e nxjerra dhe rolin e mundshëm të NATO-s në adresimin e sfidave të rekrutimit, do të ngrihen në agjendën e aleancës muajit të ardhshëm. Pas agresionit rus në Ukrainë, shtetet balltike si Letonia dhe Lituania kanë zbatuar modele të ndryshme rekrutimi për të rritur forcat e tyre të armatosura. Kroacia planifikon të rifuzojë shërbimin e detyrueshëm ushtarak këtë vit, dhe më shumë vende mund të pasojnë pasi shërbimet e inteligjencës paralajmërojnë për një sulm të mundshëm rus ndaj një shteti antar të NATO-s brenda 5 viteve, dhe pasiguria rritet mbi angazhimin e Donald Trump ndaj NATO-s dhe sigurisë evropiane.